Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Dështon projekti opozitare LSDM në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut për një pagë minimale prej 600 eurosh. Seansa u shoqërua me akuzë të ashpra midis deputetëve të opozitës dhe qeverisë. Propozitën paga minimale prej 600 eurosh është një nevojë domosdoshme, pasi shpenzimet për jetesë janë rritur, ndërsa për qeverinë, propozimi i LSDM-s ka populizëm të pastër. Shoqata e prokurorëve publik në Republikën e Maqedonisë së Veriut kërkon nga Kuvendi të tërheqë nga rendi i ditës ndryshimet të propozuara në ligjin për pagat e prokurorëve. Në komunikat, shoqata thekson se pagat aktuale të prokurorëve në Maqedoni janë më të ultat në rajon, duke u lohatur nga 1.500 deri në 2.100 euro. Sipas saj, në Serbi këto paga arrin në 4.000 euro, në Malin e Zi në 4.700, në Shqipëri 3.000 euro dhe në Bullgari rreth 3.000 euro plus bonus vjetor. Shoqata e prokurorëve paralajmëron se çdo ulje më teshme cënon pavarësinë e institucionit. Ministri i Drejtësisë i Maqedonisë së Veriut, Igor Fillkov, e konsideron të mbyllur çështjen e provimit në gjuhën shqipe në lëndën e jurisprudencës. Mislim дека тоа прашање е апсолвирано правосудниот испит е стручен испит, не е управна постапка, нема што повеќе да коментираме за исти. Mendoj se kjo çështje është mbyllur. Provimi i jurisprudencës është provim profesional, nuk është proces administrativ. Nuk kemi më çfarë të komentojmë, tha Fillkov. Reagimi vjen ndërkohë që numri 2 i qeverisë, Bekim Sali, kishte kërkuar zbatimin e ligjit në përdorimin e gjuhëve, ndërsa për këtë ngjarje ka patur reagim nga Tirana zyrtare, si dhe opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut. U hiqen licencat 6 kompanive që kultivojnë kanabis për qëllime miksore në Maqedoninë e Veriut. Te këto u konstatua mospërputhje, komentoi ministri i Shëndetësisë Azir Aliu në konferencën për shtyp. Deri më tani janë realizuar 13 kontrolle tek subjektet juridike të licencuara, ku tek 6 prej tyre janë konstatuar parregullsi në veprim në përputhje me ligjin për kontrollin e drogave narkotike dhe substancave psikotrope. Për këtë arsye, qeveria në mbledhjen e sotme mori vendim për marrjen e autorizimit për kultivimin e kanabisit për qëllime mjekësore për këto 6 subjekte juridike. Vendimet e qeverisë bazohen në gjetjet e kontrolleve, magazinim jo i dur i lulës së tharë, njoftime jo konsistente ndaj komisionit, mos paraqitje dokumentacionit të plot për shitje dhe transferim, ishin disa nga shkaqet që informoi Aliu, mbi të cilat u mor vendimi për heqjen e licencave. Përveç kontrolleve të kryera deri më tani në 13 subjekte juridike, Aliu paralajmëroi kontrolle në të gjitha 43 subjektet të cilat kultivojnë kanabis për qëllime mjekësore. Bota. Presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi se nuk do të lejojë kurrë që Irani të zotrojë armë bërthamore. Gjatë fjalimit përpara 2 dhomave të Kongresit Amerikan në Washington, presidenti shëbaz tha se vendimi është që ky problem të zgjidhet përmes diplomacisë, megjithatë paralajmëroi Teheranin me sulm nëse bisedimet dështojnë. Ai akuzoi Iranin si mbështetës të terrorizmit dhe pretendoi se regjimi ka vrarë 32.000 protestues. Lidhur me luftën mes Rusisë dhe Ukrainës, shefi i shtëpisë së bardhë deklaroi se po vriten 25.000 ushtarë çdo muaj dhe shtoi se po punohet që këtij konflikti të jepet fund. Rajoni. Kosova është prioritet i politikës së jashtme të Shqipërisë. Angazhimi konfirmohet nga Ministria për Ropën dhe Punët e Jashtme gjatë vizitës zyrtare në Prishtinë. Në takim me homologun e saj Glauko Njufsa, Elisa Spiropali angazhohet për të intensifikuar procesin e njohjeve të reja dhe të antarësimit Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Shqipëria do të intensifikojë angazhimin diplomatik për zgjerimin e njohjeve në koordinim të vazhdueshëm së bashku krah për krah, por dhe për përparimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Shembulli i bashkëpunimit ton për antarësimin në Këshillin e Evropës është një dëshmi e qartë se si mund të punojmë së bashku dhe me efikasitet. Sipas Spiropalit, integrimi evropian i Kosovës është testi i koherencës së vetë Bashkimit Evropian me vlerat që i përfaqëson. Kosova ka dëshmuar qartësi euroatlantike, përkushtim ndaj reformave dhe stabilitet institucional. Ky përkushtim duhet të përkthehet në vendime konkrete. Ministria për Punët e Jashtme e Shqipërisë paralajmëroi dhe një takim të përbashkët ndërmjet dy qeverive brenda vitit 2026. Zëvendës kryeministri i parë, kryediplomati kosovar Glauko Njufsa është shprehur i bindur se koordinimi me Shqipërinë do të fuqizojë përpjekjen e Kosovës për antarësim dhe në Këshillin e Evropës, në NATO dhe organizata të tjera të rëndësishme ndërkombëtare. Dhe jam i bindur se koordinimi ynë do ta fuqizojë përpjekjen e Kosovës për antarësim edhe në Këshillin e Evropës, edhe për parafrimin ton dhe antarësimin ton drejt të NATO-s dhe në organizata të tjera të rëndësishme ndërkombëtare. E ardhmia jonë ashtu si e kaluara jonë do të jenë të lidhura për gjithmonë sa më i fortë
që të jetë koordinimi ynë, aq më e sigurt do të jetë rruga jonë drejt bashkimit evropian. Në praninë të ministres së punëve të jashtme, konjusja përgëzoi Shqipërinë për hapat që ka bërë vendi sa i përket integrimeve europiane. Thellimi i bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Kosovës, reaktivizimi i mekanizmave institucional të bashkëpunimit, përgatitjet për mbledhjen e përbashkët qeveritare dhe zbatimi i marrëveshjeve të nënshkruara janë disa nga temat kryesore të takimeve ndërmjet ministres për ropën dhe punët e jashtme të Shqipërisë Elisa Spiropali me presidenten e Kosovës Vjosa Osmani dhe përfaqësuesit më të lartë të politikës. Pjesë e diskutimeve janë dhe zgjerimi i bashkëpunimit ekonomik, veçanërisht shtimi i projekteve infrastrukturore dhe energjetike të përbashkëta, pa lënë më njanë koordinim në mbështetje të faktorit shqiptar në rajon dhe bashkëpunimin me diasporën. Shefi i diplomacisë Kosovës Glauk Konjufsa e shikon unitetin për president të shoqërisë në Kosovë rreth familjes Jashari. Pas interesimit të mediave, numri 2 i qeverisë vlerësoi se ka mirë kuptim, por shmangur përgjigjet nëse ka patur një ftesë konkrete për kandidaturë. Një pritje pozitive, një konsenzus automatik në shoqërinë tonë është një precedent nga rrodhat e familjes. Komandanti i Forcës Paqëruese të KFOR-it, General Major Ozkan Ulutash mohon informacionet për reduktim të trupave amerikane në Kosovë. Ai tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të luajnë rol thelbësor për të ofruar siguri në të gjithë Kosovën. Përbërja dhe pozicionimi i KFOR-it rishikojnë periodikisht dhe përshtaten sipas zhvillimit të rrethanave në mënyrë që misioni të mbetet efektiv. Aktualisht nuk ka ndryshime të rëndësishme në shqyrtim, deklaroi Ulutash. Komandanti i Forcës Paqëruese të KFOR-it theksoi se vazhdon të kërkojë llogaridhënie për sulmin në Bajnës në vitin 2023, duke këmbgulur që autorët të përballen me drejtësinë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hynë në fazën përfundimtare operacioni për stabilizimin e zonës goditur nga rrëshqitjet e tokës në vendin e njohur si Arrat e Gurrës, rrëzohet ura automobilistike e dëmtuar pak ditë më parë. Filloi puna për devijimin e rrjedhës së lumit me synim frenimin e erozionit dhe për të krijuar kushtet për ndërhyrje të mëtejshme infrastrukturore. Mjetet e rënda janë pozicionuar përgjatë shtratit e lumit ndërsa ekipet teknike po punojnë për hapjen e një kanali të përkohshëm devijues. Qëllimi është largimi i rrjedhës nga zona e dëmtuar ku lëvizja e tokës destabilizoi themelet e urës dhe përshpejtoi fundosjen e segmentit rrugor. Sipas burimeve në teren, ndërhyrja konsiderohet jetike për të parandaluar zgjerimin e dëmeve, pasi prurit e lumit rrezikojnë të gryejnë më tej bazamentin e rrugës kombëtare Librasht-Prenjas. Rifillojnë lëvizjet kamionët e tonazheve të rënda të bllokuara në pikën kufitare të Qafthanës. Pas 4 ditësh ndërprerje burime zyrtare pranë doganës, konfirmojnë se ka filluar lëvizja e mjeteve drejt Maqedonisë së Veriut për të vijur më pas drejt pikës së kalimit kufitar të Bllatës, pas një marrëveshje mes autoriteteve shqiptare dhe atyre maqedonase të gjitha mjetet e tonazheve të rënda që hyjnë në Shqipëri nga drejtimi i Turqisë dhe Greqisë do të kalojnë nga pika kufitare e Bllatës në Dibër. Ndërkohë, për kamionët që hyjnë nga pika e Kapshticës, rruga alternative e përdorur është Korç-Ersek-Leskovik, Përmet dhe më pas drejt destinacioneve të tyre finale. Automjetet e vogla dhe të lehta vazhdojnë të qarkullojnë normalisht në aksin Maliq-Moglicë-Gramsht dhe Elbasan. Drejtori i përgjithshëm i doganave, Besnir Beja, deklaroi marrjen e masave për të garantuar vimësinë e qarkullimit të mallrave dhe kryerjen e formaliteteve doganore. Në një konferencë përshtyp, Beja deklaroi se me autoritetet homologe të Maqedonisë së Veriut është siguruar mirëkuptimi plot për lehtësimin e qarkullimit. Pala maqedonase do të mundsojë në pikën e Vllatës kalimin e kamionëve dhe trailerëve të ngarkuara nga ora 12 deri në orën 22, kalimin 24 orë të mjeteve pa ngarkesë dhe kalimin e produkteve agro që kërkojnë certifikim. Lutem vini re që në këtë pikë doganore, pala maqedonse nuk lejon kalimin e produkteve ushqimore me origjinë shtazore si të botëve të naftës. Këto lloj kategorie duhet kalojnë nëpërmjet Kosovës. Krahasaj dogana shqiptare vjon kontaktet dhe me palën kosovare për të mundësuar lehtësime të mëtejshme në hyrjet dhe daljet e mjeteve dhe mallrave. Sa i përket mallrave që kanë hyrë tashmë në territorin doganor shqiptar përmes Qafthanës dhe ndodhen në aksin e bllokuara apo në ambientet doganore, zgjidhja teknike ofruar është përdorimi i regjimit të tranzitit të jashtëm sipas kodit doganor të Republikës Shqipërisë. Ky regjim lejon tranzitimin e mallrave nga një pikë doganore në një tjetër përmes një territori jashtë territorit doganor shqiptar. Janë marrë të gjitha masat e nevojshme për plotësimin e nevojave logjistike dhe personelit, shtesë doganor për degët kufitare në Bllatë dhe në Kakavi, në mënyrë që të mundësohet kryerja e procedurave doganore në kohë sa më të shpejtë për përgjigje të fluksit të shtuar deri në përmirësimin e situatës.
Konfederata e Industrive të Shqipërisë e vlerësoi si një goditje të rëndë për ekonominë gjendjen e jashtëzakonshme të aksit rrugor Librasht Prenjas. Konfindustria vlerëson se shkatrimi dhe mbyllja e rrugës kombëtare me Korçë që përkon me gjurmën e korridorit të Tecit dhe problematika të rënda në akset ndihmëse rrugore, tunele dhe ura, duke lënë pothuaj të shkëputur juglindjen e vendit, është goditja më e rëndë në kopaqe si për ekonominë, ashtu dhe për sigurinë kombëtare. Konfindustria kërkon që duke vlerësuar sa më sipër qeveria dhe SPAK duhet të ndërmarrin hapa të jashtëzakonshme dhe sa më të shpejta në kohë. Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Piro Vengo premton investime në pritat lumore për gjatë lumit shkumbin me qëllim parandalimin e rrëshqitjeve dhe dëmtimeve nga gryerjet lumore në të ardhmen. Në një konferencë për shtyp Vengo deklaroi një rritje të fondit të investimeve për infrastrukturën parandaluese prej 18 milion eurosh. Punimet në korridorin 8, në autostradën e korridorit 8, kanë një komponent shumë të rëndësishëm të përforcimit të pritave lumore. Pra, sa herë bëhet rruga, përforcojmë edhe infrastrukturën parandaluese të emergjencave. Do bëhet shumë evidente nga progresi e sipër i punimeve dhe do jetë besoj moment ku do të dëshmohet saktësia e këtij plani dhe kësaj strategjie që kemi. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile angazhohet për ndërhyrjen në hapjen e segmentit të ri rrugor në aksin e dëmtuar Librasht Prenjas. Në një konferencë për shtyp në praninë të Ministrit të Mbrojtjes Piro Vengu, Haki Çaku deklaroi se shumë shpejt do të ketë një vendim të Këshillit Teknik për krijimin e një aksi të ri. Do të ndërhyhet për krijimin e një aksi të ri rrugor për ta eliminuar këtë vështirësi që po krijohet. Por duhet të themi se Ministria e Mbrojtjes në mënyrë të veçantë është në gatishmëri me njësi të gjenjare për t'i ardhur në ndihmë në rast nevoje apo dhe me kapacitetet të tjera të nevojshme për të rehabilituar këtë vështirësi që është krijuar si rezultati i një fenomeni të rrëshqitjes masive të pas rreshjeve intensive që kanë përfshirë pothuajse që të gjithë vendin tonë, por ku impakti është konstatuar drejt për së drejt në aksin rrugor që Kreu Autoritetit Rrugor Shqiptar bëri me dije se është vendosur ndërtimi një rrugë të re alternative gjatë Ekurudës në shtratin e lumit shkumbin me qëllim normalizimin e qarkullimit në juglindje të vendit, por Kreu Autoritetit Rrugor Shqiptar nuk dha një afat kohor brenda të cilit do të ndërtohet rruga e re. Ky aks i ri është një gjatësi minimumit 1.3 km. Rakordimi menjëhershëm me Ekurudhën shqiptare, Agjencinë Kombëtare të Mjedisit dhe Agjencinë e Menaxhimit të Burimeve Ujore për realizimin e kësaj rruge. Prishja e urës ekzistuese, tashmë jashtë funksionit, dhe lehtësimi i ngarkesës në trupin e rrugës së rrëshqitur deri në krijimin e një skarpate natyrale që do të mundsojë ndërhyrjen në mjetet e shpimit. Kozeli deklaroi se ajo që ka ndikuar në shembjen e aksit rrugor Librasht Pogradec është erozioni i vazhdueshëm. Nga analiza e kryer, rezulton se shkaku kryesor i kësaj situate mbetet ndikimi i rreshjeve intensive dhe të shtrira në kohë gjatë, erozioni lumor, si dhe saturimi i masivit të tokës, gjë që ka çuar në një rrëshqitje masive aktive dhe pamundësi për ndërhyrjet menjëhershme derisa të merren rezultatet e raportit gjeologjik. Ndërsa ura e degraduar dhe e coptuar në këtë aks për shkak të rrëshqitjes së sipërfaqes do të shembet. Kreu i Shërbimit Gjeologjik Shqiptar, Ardian Bylyku, tha se arsye kryesore e shembjes së urës Librasht Pogradec është sasia e rreshjeve të shumta të shiut, që për këtë vit sipas tij ka qenë 3 fish më e lartë se sa sasia e rreshjeve të rëna gjatë 2 viteve më parshme. Duke pasur parasysh nga dhjetori i vitit 2025 deri në shkurtin e vitit 2026 tani që jemi duke folur, sasia e rreshjeve ka pasur 3 fishin në krahasim me 2 vitet e mëparshme. Është një fenomen që njihet me fenomenin e mbingopjes të strukturave dhe veçanërisht në një strukturë si kjo në formën e hinkës ka dhënë maksimumin e mbingopjes duke rezultuar si faktori kryesor. Reagimi erdhi në një konferencë përbashkët për shtyp me Kreun Autoritetit Rrugor Shqiptar, Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, Drejtorinë e Doganave dhe krerët e institucioneve të tjera ligjzbatuese. Ndërsa kreu i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, Haki Çako, shprehur se institucioni që ai drejton është në gatishmëri të plot për përballimin e çdo situate që mund krijohet pas shembjes së rrugës Librasht Prenjas. Prej 4 ditësh ky rajon është i paralizuar për shkak të dëmtimit masiv të rrugës Librasht Pogradec.
Partia Demokratike bën përgjegjësi qeverinë për gjendjen e infrastrukturës rrugore. Përmes rrjeteve sociale Belind Këlliçi shkruan se Belinda Balluku ka patur në dorë një fond rekord prej 3.8 miliardë euro vetëm për rrugët në 2 vitet e fundit. Sipas tij, një shumë e tillë në një vend të vogël si Hyjni do të kishte sjell revolucion infrastrukturë. Por e gjithë Juglindja është bllokuar pa akses sepse rrugët kanë rënë. Veriu ngec në rrugën Milot-Shkodër, disa kilometra nga Tirana në Kashar po bën 2 vite që nuk mbarojnë dhe rruga për në Durrës është problematike, shkruan Belind Këlliçi. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.